Deri sot janë rreth 1200 zyrtar, ndërsa 1053 të cilët kanë filluar, janë dy kategori të cilët për të parë deklarojnë në mënyrë të rregullt pasurinë. Ne bëjmë thirrje zyrtarëve që të mos e bijnë veten të bëjnë subjekt të gjobave. Nuk janë pozitat e larta. Ne kemi numër të zyrtarëve që kanë deklaruar në pozitat të mesme, por nga ajo që pash shkurtazi nuk ka pozitat më të larta shtetërore. Muaji mars është muaji i deklarimit të pasurisë. Janë rreth 11.000 zyrtar publik e rreth 12.000 pozita të cilët janë të obliguar që ta bëjnë deklarimin e pasurisë. Deklarimi ka filluar, sistemi është hap me 1 mars dhe mbyllet me 31 mars. Zyrtarët që kanë deklaruar pasurinë deri sot janë rreth 1200 zyrtar, ndërsa 1053 të cilët kanë filluar por nuk e kanë përfunduar deklarimin e pasurisë. Do duke po bashk këto dy grupe i bie që rreth 20% e zyrtarëve ose kanë filluar ose kanë përfunduar deklarimin e pasurisë, i cili është një numër i mirë nëse krahasojmë me të kaluarën, por nuk është një numër i mirë si tërësi, sepse nuk është praktike e mirë që zyrtarët publik ta bëjnë deklarimin e pasurisë në momentet e fundit, sepse edhe mund të lëshojnë gabime të tjera, po edhe mund të harrojnë fare për ta deklaruar pasurinë, e pastaj neve si agjencia duhet përshqiptu gjoba apo për të ndërmarrë masa tjera para institucioneve të ndjekjes. Kështu që i bëj thirrje që në fillim që zyrtarët publik që ta bëjnë deklarimin e pasurisë sa më shpejt që është e mundur dhe jo më vonë se sa afati ligjor i cili është 31 mars i këtij viti. Janë dy kategori të cilët për të parë deklarojnë në mënyrë të rregullt pasurinë, janë mjekët dhe profesorët e universitetit, të cilët për të parë kanë bërë deklarimin vitin e kaluar, ndërsa tashmë e bëjnë deklarimin e rregullt sepse kanë hyrë në sistem. Janë më shumë se 1600 mjekë profesorë, të cilët e kryejnë këtë obligim për të parë dhe ata tashmë kanë pak më lehtë sepse gjitha dhonat e futura në sistem vitin e kaluar tashmë i kanë dhe mund vetëm të përditësojnë ato për dallimet që kanë ndryshuar nga procesi nga hera e kaluar deri më tani. Është proces mjaft i lehtë nga aspekti jon, mund të kryhet në çdo kohë, në secilën vend, kurdo që kanë çosje në internet, qoftë ai përmes mobilit, telefonit mobil, po ashtu edhe përmes kompjuterave të tjera, nuk ka nevojë që të printohet dhe dorëzohet tani, gjithë procesi kryhet në formë elektronike. Kemi një formë të nënshkrimit elektronik ku zyrtari në fund e konfirmon që dhënat që janë të dërguara janë të sakta. Ne presim tashmë që përgjigjet jetë më mirë edhe se vitin e kaluar. Vitin e kaluar kemi pasur rreth 100 raste që janë vonuar dhe ne kemi shqiptuar 96 gjoba. Ne bëjmë thirrje zyrtarëve që mos e bijnë veten të bëjnë subjekt të gjobave. Gjobat nuk janë të vogla, janë 30% të pagës së tyre mujore. Nuk ka arsye për besoj objektive për ta pranuar një gjop të tillë sepse afati është mjaft i gjatë, një muaj, çasja shumë e lehtë. Nuk janë pozitat e larta. Ne kemi numër të zyrtarëve që kanë deklaruar në pozitat të mesme, por nga ajo që pash shkurtazi nuk ka pozitat më të larta shtetërore, po nga ata që kemi zamës ministra e ministrat që janë në proces të deklarimit të pasurisë, nuk e pash ndonjë që ka përfunduar.